Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi live në T7 me emisionin Zonat. Familja kosovare po ndryshon çdo ditë. Tashmë nuk është ajo që ka qenë dikur. Tradicionalisht, djemtë kanë qenë trashëgimtare të vetëm dhe ata që janë kujdesur për prindrit e tyre. Por me jetën urbane dhe emigracionin, djemtë kanë nisur të ndërtojnë jetën e tyre larg familjes, shpesh duke braktisur përgjegjësinë ndaj prindërve. Megjithatë, ata vazhdojnë të jenë trashëgimtare të vetëm. Ndërkohë, prindrit mbeten të vetmuar. Vajzave u kërkohet ende të martohen pa marrë asgjë nga pasuria familjare dhe për më tepër të kujdesin për prindrit nga larg. A duhet që shteti të krijojë qendra për të moshuarit, të paktën si vende për shoqërim e përkujdesje? A duhet që vajzat të kenë të drejtën e trashëgimisë dhe të ndajnë përgjegjësinë për kujdesin ndaj prindërve? Këto dhe gjitha të tjera tema do t'i diskutojmë për një panel me të ftuarish, që unë sot kam në studio avokat Petrit Ladrovci. Mirë se erdhe avokat, faleminderit shumë që je sot këtu. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Në studio me mua është edhe Adelina Sahiti, drejtoresh e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës. Mirë se vjen Adelina. Faleminderit shumë që je sot këtu. Mirë se gjeta Zona, kënaqësi me qenë në një panel bashkë me juve dhe me diskutu këto tema që sigurisht, siç edhe thatë dhe ju, janë me interes shumë të madh për opinionin publik. Faleminderit. Sonte me ne është edhe Paulinë Ushi. Mirë se vjen Paulina. Merci se gjithmonë. Ana Behadi. Hajde të marka familja e ndiko. Të ndrojmë Ana Kabashi. Mirë se vjen Ana. Mirë se gjeta. Rita Behadi, Rita Kabashi. Dhe Shëngël Ismaili. Mirë se vjen Shëngël. Avokat, po nisim me ju. Mendoni se edhe ne në Kosovë tashmë shoqëria jonë duhet bëhet gati apo të përgatitet që të ketë sa më shumë kujdese për të moshuarit, apo duhet vazhdojmë ende vetëm me të vjetrin të jenë në shtëpitë e tyre, pranë fëmijëve dhe nëprëve të tyre? Në Kosovë historikisht, nëse marrim, kemi familje tradicionale që kanë qenë familje shumë të mëdha, të zgjeruara, të cilat edhe ndarja e tyre ka ndodhur në kohën e vonshme dhe roli në këto familje të mëdha ka qenë i ndarë. Dikush ka qenë për të punuar, dikush për të kujdesur për të moshuarit, dikush për të kujdesur për fëmijët dhe kështu e kanë bërë një zinxhir të kujdesës familjare për këto familje të mëdha. Andaj edhe duke shkuar nga koha më e lashtë, që është domethënë historikisht që njihet, jemi duke shkuar ka modernizimi edhe i familjeve, ku tani janë duke u zvogluar edhe familjet, janë duke u bërë më të vogla, sidomos edhe për shkak edhe lëndshmërisë që janë, domethënë, në zvoglim e tutje, gjithashtu edhe emigracioni ka ndikuar që këto familje të zbehen në numër dhe kështu edhe të zbehet kujdesi i tyre familjar dhe të vije ky aspekti shtetëror që duhet domosdo nëse nuk ekziston kujdesi familjar, atëherë vijen pyetje apo ne pa aspekti i ndihmës domosdoshme nga ana e shtetit. Nga ana e shtetit. Mendon që më mirë është që të vazhdojnë të jenë në shtëpi apo të ketë një kujdes ndoshta edhe ditor, jo të dërgosh për të gjithë kohën atje prindrit? Nuk diskutohet se ka qenë më mirë në familje tradicionale për disa aspekte. Nuk mund të them se ka qenë në gjitha aspekte mirë familje tradicionale të mëdha siç ka qenë, por kujdesi për të moshuarit duhet të jetë me veçantë në familjet brenda saj. Por nëse mungon ky kujdes për shkak të ose të emigracionit apo për shkak se disa prindë edhe nuk kanë fëmijë, atëherë është domosdoshme kujdesi që është në për shtëpijat e azilit, që ky kujdes duhet të vijë detyrimisht pas nëse s'ka kujdes familjar. Për ndryshe, për prind apo për të moshuarit, kujdesi në familje është gjithsesi është shumë i mirë dhe shumë më emocional edhe për prindërit për shkak se ata dikur i kanë rrit fëmijët e tyre dhe gjithashtu duhet të kthehet ky kujdes prej fëmijëve tek prindërit e tyre. Edhe pse ky deri tani ka qenë një kujdes moral nga ana morale edhe emocionale. Nuk është vetëm detyrim, por është ndjenjë emocioni e mirë të kujdesesh për prind, për gjyshrit, për shkak se manifeston një emocion të veçantë, domethënë kujdesin ndërsjell. Prind, fëmijë dhe fëmijë prind. Prindër tani. Adelina, si qëndron nga aspekti shtetëror kjo punë? Si është rregulluar nga institucionet e Kosovës? Sa e diun, mora vesh tash kohëve të fundit, është largu udhëzimi administrativ që ka qenë se vetëm prindrit të cilët nuk kanë djem mund të shkojnë në shtëpinë e të moshuarve. S'ka lidhje nëse ka qika,
më rëndësishme mos me pas dhënë për më u pranu kë ka qenë kushti. Nuk e di nëse vazhdon të jetë edhe sot, apo si qëndron organizimi i shtëpive të moshuarve në Kosovë? Faktikisht në si kryeqytet është bë viti 2 që kemi nën menaxhimin tonë shtëpinë të moshuarve pa përkujdesje familjare, i cili ka operuar në nivel vendi dhe ka qenë banorët të gjitha komunave të Kosovës dhe janë vendosur në këtë institucion. Në anën tjetër, me legjislacion njihet edhe shtëpitë në bazë në komunitet ku janë të vendosur të moshuarit dhe i kemi 3 sosh në Kosovë dhe kemi një të tipit çfarë kemi në kryeqytet, e cila është e trashëguar dhe ne vazhdojmë të pranojmë ende banor rezident, të cilët vinë edhe nga komuna tjera përveç Prishtinës. E potencuohet mjaft mirë zona që në të kaluarën kemi pas një udhëzim administrativ i cili ka qenë kogja diskriminues në bazë të asaj se si ne vlerësojmë dhe e perceptojmë shoqërinë sigurisht dhe ka qenë njëri prej neneve për kriteret themelore të vendosjes ku një banor mund të bëjë pjesë e shtëpisë të moshuarve, thuhet në këtë formë, thuhej në 2024 apo 2014 kërkojnë ndjes, është rregulloria numër 10 thyje për udhëzim administrativ numër 10 thyje për 2014, ku thuhej që duhet të mos ketë pasardhës fëmijë biologjik apo të birësuar, e në anën tjetër vendosja apo strehimi nuk pengohet në rast se klienti ka vajzë e cila është e martuar. Gjë e cila për neve ka qenë jashtëzakonisht diskriminuese dhe duke qenë si kryeqytet, kemi qenë të përfshirë në grupet punuese kur janë bërë akte të ndryshme ligjore, kur janë bërë këto ndryshime, domethënë edhe të rregulluarve edhe të ligjit për shërbime sociale dhe familjare, dhe aty kemi ngritur zonin që të largohet dhe fatmirësisht kjo gjë edhe ka ndodhur dhe tani kemi një udhëzim administrativ numër 03 thyje për 2025, i cili e thekson që të moshuarit pa përkujdesje familjare mund të hyjnë, domethënë mund të bëhen pjesë e institucionit ton, duke qenë domethënë të pa përkujdesje familjare, por nuk specifikohet a djalë apo vajzë. Por neve kjo ka qenë e rëndësishme që kjo të largohet sepse vajza dhe djali janë fëmijë. Kështu që është diçka nuk e rrok logjika që diçka e tillë. Jo, absolutisht. Mu po më intereson Adelina se sa është numri i të moshuarve që janë në këto shtëpi dhe a janë shtëpi që qëndrojnë për herë aty? Apo ka edhe ditor? Ne kemi, si kryeqytet, kemi specifika tjera dhe fatmirësisht kemi bërë lëvizje shumë të mëdha në këtë drejtim, përveç që kemi këtë shtëpi e cila është rezidencial, domethënë qëndrojnë 24 orë në 7 ditë në javë, derisa të kenë jetë këta banor qëndrojnë aty dhe aktualisht i kemi 49 banor, prej tyre janë 30 gra dhe 19 janë burra. Ndërsa kemi, dhe si statistikë, sigurisht është interesant për ta vlerësuar dhe për ta analizuar se ka më shumë gra se sa burra. Interesant. Sigurisht që është një temë që duhet edhe zgjon këshëri edhe për me trajtu. Nuk mund të themoni një arsye të saktë tani pse ndodh kjo, dhe për tyre kemi edhe të palëveshëm apo gjysmë të lëveshëm që janë 17 sosh, që është një numër i konsiderojmë kogja i lartë i tyre sepse janë shumë të lodhur, kanë me diagnoza të shumë feshta me smundje. Në anën tjetër, përveç që ofrohet shërbim kujdes mjekësor, kujdes ushqimit, ne kemi ndruar dhe ushqimin, menyn e ushqimit tërësisht kur e kemi marrë si kryeqytet, tashmë kuzhina qendrore përgatit shujtën të ngrohtë, e cila në bazë të rekomandimeve të nutricisëve është të rëndësishme të jetë e langshme sepse po flasmi për 17 persona prej tyre që janë të palëveshëm dhe kanë probleme dhe me tretjen, dhe ne kemi shumë të rëndësishëm që ata të jenë mirë dhe të mirë mbajtur për aq gjatë sa do të qëndrojnë me ne. Sigurisht ua kemi me bërë që potencoj dhe avokati në familje tradicionale, ne ua kemi me bërë si shoqëri, përveç si familje të kujdesemi për qytetarët tanë, për ata që janë tash në nevojë dhe kanë nevojë për dorën e shtetit. Në anën tjetër ne kemi edhe 4 qendra ditore që e përmende të tipit shkojnë, qëndrojnë, luajnë me njëri tjetrin, argëtohen, i çojnë hallet, bëjmë aktivitete rekreative, i kemi dërguar edhe në pikniqe të ndryshme, i kemi dërguar në teatro, në kinema, kemi bë me 10 aktivitete, tashmë kemi filluar dhe premierësh, brezi me brezin mu lidh, ku i dërgojmë fëmijët që janë në kopshte, i dërgojmë tek të moshuarit, qëndrojmë me njëri tjetrin, argëtohen, bëjnë muzikë, fëmijët vallëzojnë, dhe është ajo ndjesia që vetëm kur ti je aty pranë e kupton se sa vërtet është e nevojshme që këto dy gjenerata të bashkëdijzohen. Ata që nuk ka mundur ndoshta ata përjetojnë ndjesinë të qenit gjysh, po e përjetojnë kur i shohin fëmijët, kur i përgdhelin, kur ja ofrojnë një buzëqeshje, e në anën tjetër ne po flasim për familje moderne sot ku jetojnë çifti me fëmijë pa gjyshër, shkëputemi dhe edhe fëmijët e kanë mungesën asaj ndjesie që ne kemi pasur në kaluarën kur kemi qëndruar ose kemi pasur pranë gjyshërit tonë. Kështu që ka aktivitete, ka gjëra pozitive që po bëhen, po sigurisht si shoqëri do të punojmë dhe si institucione gjitha për me kriju hapësira më të shumë si institucione. Sigurisht. Paulina, si është etikët? Shtëpi
e fëmijëve apo në shtëpinë të moshuarve? Në fakt, nga aspekti ligjor, sigurisht se do të fletë edhe avokati, edhe Adelina në aspektin institucional. Unë këtu vetëm përdu me i citu Kuranin edhe Biblen. Njëra thëtë, mos u thuaj atyre as mos i qërto dhe fol me ta me fjalë të mira, këtë thëtë Kurani, ndërsa Biblia thëtë, ndero atin dhe nënën tënde. Që i bjen se besoj se me këtë unë e përmbledhë shumë mirë. Me Bibel në s'ka kun kërkan, se gra pas ka ma shumë të shtëpijat më shumëve. Edhe ajo për të ka nënën tënde, kështë që... Po, ndero ati dhe nënën tënde dhe sigurisht të dyjat besoj që janë në të njëjtin drejtim, sepse po thuhet mos të thuaj atyre, në kuptimin mos të thuaj prindërve të tu, nanës edhe babës. Ki ka bi Kuranis. As mos i qërto, këtë po thotë Kurani, po të njëjtën po thotë edhe Biblia, vetëm se të formuluara ndryshe. Kështu që i bjen se edhe në aspektin fetar për të gjithë ata të cilët ndjejnë edhe besojnë në fetë e tyre, sepse ka njerëz të cilët edhe nuk besojnë është e drejta e tyre, por unë po e citoj Biblën dhe Kuranin për me tregu se kudo që ne mundemi me e kap një kënd të diskutimit të këtij muhabeti, na kemi me ardhur në pikën në të cilën kemi me thonë që ne ua kemi me bërgj prindërve tanë dashurinë, respektin dhe kujdesin. Dhe momentin kur po e diskutoj këtë, përpara po më del një grua të cilën e ka takova javën e kaluar dhe shkruva edhe një status në Facebook, e ndava me miqtemi. Ajo grua më takoi dhe foli për emisionin tonë, sigurisht nëse është duke na ndjek për përshëndeti shumë, tha që i pëlqejnë diskutimet e zonat dhe më tha ndër të tjera, pse nuk po diskutoni tha për këtë modernizimin e tepër? Tha pse nuk po diskutoni tha dhe për faktin që fëmijët janë bo modern më tepër se që duhet, tha shka në kupton kjo më tepër se që duhet. Tha unë i kam 3 fëmijë, tha jetoj e vetme, tha dhe janë shumë të zonun. Definitivisht tha janë financiarisht qëndrojnë mirë, tha po shumë shpesh kom nevojë ata me ardhe dhe me nejt pak me mu. Sa që vinë janë sinthera, se kanë shumë punë, kështu po e citoj, tha rinë sinthera. Kom nevojë me mi pru fëmijët ndonjëherë, me ndajt pak më gjatë, jo vetëm 5 minuta. Nuk është bre tha ky modernizmi, nuk është tha ky moderniteti. Është diçka pak më tepër. Tha, unë nuk jam që me u bloku fëmijët e mi për mu, por unë jam që edhe fëmijët e mi me jetu një copës jetë të cilën po jetoj unë bashkë me ata në këtë fazë. E pse kjo nuk po jetoj në shtëpinë e njëri për fëmijëve? Kjo po jetoj në shtëpinë e vetë edhe fëmijët e vetë se cilë jetoj në shtëpit e tyre, të cilët sipas zonjës e kuptova ishin të dyja gjinive dhe ishin shumë të suksesshëm në fushat në të cilat punojnë, kështu që nuk më dha më shumë detaje. Unë sigurisht pata dëshirë shumë me pas kontakt në mënyrë që nëse kemi mundësi me marë zonjën edhe me diskutu me të në publik, por që sigurisht ajo ishte e rezervuar për paraqitje publike, se nuk është një temë e cila ende dalim edhe flasim lirshëm për atë se çfarë me të vërtet po na ngulfat. Unë mendoj se sa do modern të jemi, sa do të arritur në jetë të jemi, sa do vështirë ta kemi të menaxhojmë punët tona, ne e kemi obligim dhe përgjegjësi që të gjejmë kohë dhe të kujdesemi për prindërit tanë, sepse në anën tjetër edhe kjo çështja e dërgimit të prindërve, po flasim sikur ata të jenë pronë e jona, sikur ne vendosim me i dërgu ata dikon. Në anën tjetër ata jonë pjesë e jetës tonë janë copa e mishi e gjaku jonë dhe në këtë rast unë besoj shumë që të gjitha ata fëmijë të cilët janë të aftë fizikisht e mendërisht dhe kanë mundësi me u kujdes për prindërit e tyre, e bëjnë një gjëna shumë të madh nëse heqin dorë dhe nuk ofrojnë kujdes. Në anën tjetër, nëse kemi të bëjmë me fëmijë të cilët nuk janë të aftë mendërisht apo fizikisht, sigurisht se nuk mund të ngarkohen me kujdesin ndaj prindërve, sepse është raste specifike, kur atëherë mirë kuptohet, ndoshta është më e mirë jeta në një shtëpi të moshuarve, sesa jeta në shtëpinë e tyre. Ka shumë keq kuptime në këtë shoqëri, janë shumë ekstreme. Për shembull, në rrjetet sociale shoh shumë të cilët diskutojnë për jetesën e përbashkët me prindër. Jo, domosdoshmërisht jetesa e përbashkët me prindër në kupton kujdes ndaj prindërve, sepse ka shumë prindër të cilët jetojnë me fëmijët e tyre dhe jetën e kanë ferr. Ka shumë prindër të tjerë, të cilët mund të mos jetojnë me fëmijët e tyre dhe ka një kujdes të jashtëzakonshëm. Dhe po du me dalë tash edhe te kjo çështja e paragjykimit se nëse je vajzë nuk mundesh me u kujdes për prindërit e tu. Unë nuk kam vëlla. Do doja të Milan pak më ja kushtu një pjesë të veçantë kësaj pjese këtij debati, sepse është temë që duhet me trajtu tamam, pak më agjencësisht. Që se do ta diskutojmë vetëm pas ta dëgjoj edhe anën. Unë ritën edhe shëngimin sigurisht. Ana
Babi jam Si mendon se duhet me rregullu këtë çështje? Unë kam raportin shumë të afërt me babin edhe me mamin, po me babin i kena kështu pak ma bujmë tema ma të mëdhaja, me thonë, edhe thot njeri buhet 2 herë fëmijë në jetë, do me thonë kur je fëmijë edhe kur plakësh. Edhe mendoj që kujdesi ndaj pleqve duhet me qenë një jetë sikurse ndaj fëmijës, sepse ki nevoj për një kujdes të shtuar, normal, se bosh ma ndishëm, nuk je shumë i aftë me lëvizje, nuk je shumë i aftë në të menduar, etjerë, edhe ki nevoj shumë për dashni. Kështu që qaj dashni mendoj që vjen prej fëmijëve tu, ma shumë se sa prej dikuj tjetër, edhe pse mos mi pas në shpe. Une print i kom se e di, edhe e ndi shumë mungesën e tëve. E babi kur vjen këtu, veç kur del të dira me të përcil, është një ndjenjë shumë e mirë. Se përbuona pak emocionale, vazhdoj dhe. Okej, Rita u po vazhdo. Flas për babin filloj qarë. S'po flas sot për babin. Çika te babit. Fal për mamin. Fal për mamin. Edhe për babin. Pyetja është kjo, pse paragjykohen familjet, fëmijët të cilët i dërgojnë ndoshta, themi dërgojnë, prindërit të cilët shkojnë në shtëpitë e të moshuarve apo kujdesin social që ofrohet nga shteti. Unë mendoj ndonjëherë zanë se ne, apo ne flasim gjatë gjithë kohës për familjen. Në gjithë shka, e fusim familjen në gjithë shka, e konsiderojmë të shenjt, është e shenjt. Mirë po e teprojmë, në shumë dimensione e teprojmë. Ndonjëherë këta prindër janë shumë më të lumtur në këto shtëpi pleqësh se sa në shtëpinë e tyre ku askush nuk është aty, gjithkush ka obligimet e veta, kanë apo s'kan mundësi të kujdesen, din ose nuk din të kujdesen, e dim që të moshuarit zakonisht kanë sëmundje të ndryshme dhe mbi të gjitha ka nevojë për socializim dhe pikërisht në këto shtëpi pleqësh ata gjejnë socializimin e nevojshëm sepse kanë edhe njerëz të tjerë të moshës së tyre me cilët ndajnë të njëjtat hobi, preferenca, nuk e di si ta them. Kështu që unë mendoj që duhet ta tejkalojmë më si stigmë këtë pjesën e dërgimit në shtëpi të pleqve. Një shumë familje që janë sakrifikuar në thojza pa nevojë, për prindër të cilët ndoshta edhe kanë kaluar në një fazë që nuk janë më të vetëdijshëm, nuk i njohin njerëzit e familjes, ka nevojë shtesë për kujdes mjekësor dhe prap heqin të dy palët, a kupton, thjesht për shkak të mendësisë. Unë mendoj që thjesht nuk duhet sakrificë në këtë drejtim. Sakrificë në kuptimin edhe ata janë më mirë atje. Me kujdes shëndetësor, Jo domosdoshmërisht. Dhe përvoja na ka treguar në Kosovë që jo domosdoshmërisht janë më mirë. Jo, këta që po e flet Rita se duana mos mu pajtu, sigurisht jetë të fol për shtete tjera. Nuk them si duhet të jetë. Po, Duhet të jetë. Ne kemi pas një rast që na ka trondit jashtëzakonisht shumë, pamje të tmerrshme që i kemi pas se si është duhet mshël edhe qertët. Fizikisht, po mirë, po flasim tash dhuna që bëhen ndaj fëmijëve në përqert në Kosovë, mirë nuk e di nëse bëhet në kujt tjetër. Do që ndodh ajo, në cilin do çati çaj institucion duhet me humb. Jo, na nuk mundemi tash me thonë mos me ekzistu qendrat e shtëpive për më shumë, sepse ka ndodhur një rast në Pej. Unë thash jo domosdoshmërisht. Jo domosdoshmërisht, që nuk kupton se nuk po e them kjo që po ndodh në Prishtinë, sepse Adelina na dha një tjetër version. Ta asoj çka kemi pana me ato çka ka ndodhur në Pej. Jo domosdoshmërisht të mos përfshihet edhe të mos shihet se të shkuarit në një shtëpi të moshuarve do të jetë ëndra apo kënaqësia më e madhe e dikujt. Dikush mund ta përjetoj tmerrin, dikush mund ta përjetoj një depresion shumë të madh. Edhe fëmia. Domethënë Paulina çdo ditë që kur shkoj në punë, unë deri tash i kam pas 2 sherdhe gjatë rrugës ku kam shku, sepse njëra është mbyll. Në anën e majtë dhe në anën e djathtë. Kam pas sherdhe. Fëmijët si ndin të tukajt në mëngjes, pse po shkojnë në qerdhe, te nuk e ndin kur gjë tjetër. Domethënë, edhe unë kthena edhe këshyri ç'është ndodh me atë fëmijë, se është tukaj ç'ashtu. Nëse ti po nisesh prej këtij tmerrit që po e përritoj ka dikush, atë ti mshelim edhe qerdhët. Nuk është e njëjta. Jo, është e njëjta, pse s'ka njëjta? S'ka njëjta. Asnjë fëmijë s'do më net të mundet me çojt sepse nuk po i lejohet me hym brenda me lodrën e vet që ndodh shpesh me fëmijët. S'po don më nda prej nanës dhe babës vet. Ai ka me unda për disa orë dhe ka me u rikthy. Tjetër është me e qua dhe me jetu me njerëz të tjerë, me komplet rreth tjetër. Jo, unë nuk po flas për Elon ose mos Elon. Po flas se s'mundemi me thonë që krejt institucione duhet me umshele, me u kry sepse po ndodh ka diçka. Ashtu i bie edhe qendrës. Nuk thashun që duhet më mbyll. Thash, jo domosdoshmërisht e kanë më mirë dhe
Pra, veç ta përfundoj pse? Jo, Përveç rastit në pej. Jo, veç për rastin në pej. Edhe aspektin emocional. Edhe aspektin emocional. Shumë prindër të moshuar, të cilët mund të jenë në shtëpi të moshuarve, të cilët kanë ndodhur dhe i kanë kontaktu, e kanë përjetuar një lloj depresioni të llojit të vet, pse ata nuk jetojnë në shtëpi që i kanë ndërtuar vet. Sepse i kanë pengu, ndoshta në jetën e vet, le të themi çiftit bashkëshortori i cili është deklaruar që nuk mundet me u kujdes. Pra, jo domosdoshmërisht ata kanë me pas. Jo, se ka qitë për shpis. Pse ka qitë për shpis? Kur e ka martu të na e qesin që ka për shpis. Jo, mëra, jo, martu. Mendoj, për aq kosa familja ka pronën e vet, për aq kosa këta prindër kanë pasurinë e vet, nuk mund t'i nxjerr dikush prej shtëpie. Jo, Rita, jo domosdoshmërisht. Është prona e tyre. Sepse në momentin që, le të themi, një grua e moshuar, me sëmundje të caktuara, nuk mund të kujdeset për vete, ajo nuk mund të kujdeset për vete që vetë shtëpi, vetë me në që e ka, qysh ka me u kujdes ajo për vete në një shtëpi? Qysh ka me u, vish pse e ka një shtëpi? Po jo, Paulin, një gjë duhet të kuptojmë, ne nuk mund të askënd ta detyrojmë me zor të kujdeset për dikënd. Jo, me zor nuk mund ta detyrosh. Ne po flasim a e shumë si të drejtë dhe të pa të drejtë, se me detyru. Po për mua nuk është e pa drejtë. Ndoshta ligjërisht ka mundësi edhe me u sanksionu, se unë edhe i kisha sanksionu. Unë edhe i kisha sanksionu. Nëse dikush e ka ndërtu shpinën e vet, para asaj zonjës që detyrohet me lshu shtëpinë e saj dhe me shku në shtëpi të moshuarve, duhet me dalë ideali me gjithat gruan e cila jeton atë. S'munden me kujdes shumë rregull. Letë shite, letë bëhet qka do. Jo. Po e du pronën, po s'po e du nanën. Po e du pronën, po s'po e du babën. Apo, atëherë heq dorën dhe prej trashëgimisë. Po nuk mund ta shohim ashtu, Paulin, jo, mund ta shohim. Sistemi i jetës nuk është më i tillë. Jo. Përpara familjet kanë qenë prej më tepër antarësh, ka pas kush të kujdeset për këta prindër. Sot nuk kanë mundësi. Punojnë, Paulin, nga dy punë, nga tre punë. Gjejnë forma për me ndihmu, gjejnë forma për me u kujdes për ta. Po përse ka nevojë për kaq shumë sakrificë vetëm që ata të sepse janë prindrit tonë, sepse emocionalisht ndjen më sigurt afër neve. Po nuk po heqin keq afër njerëzve të huaj. Po nuk po heqin keq, jo më heqin keq, nuk e di. Unë është zanë në shtëpitë të moshuarve private, po flas të paktën më shumë sa kam informacion në Maqedoni, pleqët të moshuarit rinë me të gjitha kushtet e nevojshme. Çka është kushtet e nevojshme? Çka është ushqimi? Jo, se jo domosdoshmërisht do të thotë që ti nuk shkon ti shohish prindërit nëse ti i dërgon. Asnjëna nuk është me domosdoshmëri, po tash asnjëna tjetra nuk mundet me ndodh, po tash marrim krejt opsione. Ti nëse je ki familje dhe shkon në dom të pleqshve pse janë do kushte pak më të mira, ti apet nëse s'vjen kërkosh me të pa, kur gjosh ato kushte nuk vjen. Po ata kanë tjerë njerëz aty për socializim. Po si janë marrë ata njerëzit e tyre, ata kanë kaluar një jetë. Nëse vjen ty çika jote me pa, djalë jot me të pa, diçosh është ndjenjë keq që ti apet i vetmuar. Unë në asnjë pikë nuk thash kushtet e mira në shtëpi, të çaj djalë, të çaj çika. Okej, nëse ti do me çu dikum për do kushte më të mira, ajo është rast tjetër që si ka jo ofron ti, atëherë edhe nëse nuk e harron më shku me po, ketë në rregull. Po nëse ti ki kushtet shumë mirë, edhe e çon prapë se prapë prindin tënë në dom pleqshve, për mua nuk është okej. Pse, okej, rrin të shtëpia, ti je në punë, po kur kthehesh për shtëpisë, e shet në shtëpi, edhe ai ndihet më mirë kur të shet ty të orë, se sa kur nuk të shet kurrë. Se nuk është kaq bardhëzi. Nuk të kesh një të moshuar në shtëpi është jo si të kesh një fëmijë, është si të kesh një fëmijë me nevoja të veçanta. Edhe nuk është aq e lehtë sa e bën. Absolutisht, Paulin, nuk është lehtë të kujdesesh sot. Unë mendoj që hyn në gjynam nëse ti nuk ka qenë si duhet, sepse nuk ke kapacitet. Jo shambulli duhet për shumë mirë të ta dërgosh atë jo shambulli duhet për ajo i merr krejt shërbimet e nevojshme. Mundesh me dhënë shërbimet e nevojshme edhe me organizu jetën tonë tu i rreth fëmijës edhe rreth një kremin e debatit. Për shembull, si e shet ti krejt kët? Është e vështirë. Nuk e di, unë mendoj për vetën tem, kur unë isha plak, kur unë plakne, unë s'kisha pas qef djali jem u kujdes për mu. S'kisha pas qef. Po në anën tjetër unë jetoj me mamin, edhe s'ka asni sa në botë që më kish me mbind për unë mamin me e dërgu në një shtëpi të moshuarve. Pse? Nëni, sepse më ka rita ajo mu. Ajo ka bo shumë sakrivica për unë me qenë, unë falsa jo më sot kush jam. Por në anën tjetër, sepse jetojmë në një vend si Kosova, që absolutisht në për shtëpitet të moshuarve, vetëm nevojat minimale ofrohen, që i bie ushqimi, edhe kur gjë tjetër.
kur gjë tjetër nuk ndodh aty. Sigurisht në për vendet tjera të botës, vetë të moshuarit kërkojnë me shku në shtëpi të moshuarve, sepse i kanë kushtet më mirë, ndoshta edhe kujdesin më të mirë, ndoshta se sa në shtëpit e tyne. Më falë, Adelina. Po, është shumë e vërtet, sepse krejt vonë njoh shumë gra që i kam vizitua ato shtëpi të moshuarve, edhe përveç ushqimit dhe një kujdesi minimal nuk ju ofrohet asgjë tjetër. Edhe sigurisht kur sheh që një shtëpi të tillë, e lutesh Zotit që vetëm prindërit mos me përfundu aty, përderisa në shtetet tjera të botës i kanë gjitha të ardhurat, gjitha të mirat e botës i kanë brenda asaj shtëpie. Edhe natyrisht që dhe vetë të moshuarit nuk dojnë me ndajt vetë as me qenë barë e fëmijët tyne, sepse gjitha të mirat i kanë në shtëpin e radhës ku shkojnë. Që kjo është arsyeja se... A mund të ndërshjetëm me diçka zanë? Ka një gjë, ne prindrit i kemi të vetëm në shtëpi. Jam vetë. Mami im punon në spital. Stëmuren, lëzohen, vinë, nuk kanë një person që të shkoj ti shoh. Janë vetëm. Ti lëm vetëm, apo ma mirë ti dërgojmë në shtëpi të pleqve ku i kanë krejt kushtet e nevojshme. Se po bëhemi shumë moraliste dhe po themi që... Sa si kanë kushtet e nevojshme ata që janë vetëm bashk? Ana, kushtet e jetës i kanë detyru njerëzit që ti lëm prindrit vetë. Edhe pleqët, më të moshuarit tanë, për momentin janë vetëm. Mendoj jetojnë vetëm në për këto shtëpit të tyre, cilat Paulina po i... Po prapë se prapë ata dytë bashkë po shkojnë në shtëpit të pleqve dhe janë vetëm. Po i shenjë të ronë, si xhami dhe kisha, asgjë, ajo janë thjesht mure, Paulin. Edhe janë shumë të sigurt në një vend tjetër, se sa vetëm Jo, janë shumë të sigurt, emocionalisht shumë më stabil, kur janë pranë fëmijëve të tyre. Edhe fëmijët janë. Munden, po atëherë fëmijët po heqin dorë për prindërve. Nuk janë, Paulin. Po vjen keq por prindrit heqin dorë për fëmijët. Një pjesë ka po të trita e ka shumë mirë. Përpara ka qenë një orar, si te burrat, si te gratë. Apo mundesh me u kujdes shëngyl për nanën tonë? Apo mundesh punoj 3 punë. Apo mundesh me u kujdes për nanën tonë? Sot prej shtëpisë. Po jo, ama shembullin tënë, i ke 2 fëmijë të rritur, edhe jeton me nanën, po kujdesesh për nanën. Po e bën maksimumin tënë për nanën. Në bashkëpunim sigurisht me motrat e tua, kur ka nevojë. Prind janë vetë në ditë të sotit, se sa ka dinamik ka ndru jeta shumë. Po bre ka ndru jeta, po edhe na e ndrujnë sistemin, sidomos se dojnë jashtë Kosovës. Kretën rregull. Kemi në Kosovë, sidomos jashtë Prishtinës, në përfshatra shumica prindërve jetojnë vetë, sepse fëmijët i kanë jashtë Kosovës. Domethënë nuk janë fëmijë, i shohin janë vjet. Po, para se me kthy prapë të kjo temë dhe me vazhdu me avokatin dhe me Adelinën, do të shkojmë vetëm me pak minuta marketing dhe do të kthehemi përsëri. U kthyer për të vazhduar debatin në shtëpi apo në qendrat e të moshuarve. Pyetja që dua t'ja bëj avokatit është kujdesi ndaj prindërve, ndaj të moshuarve, është obligim vetëm moral apo edhe ligjor? Tradicionalisht ka qenë obligim moral. Por kohët e fundit ose prej 2006 që ka qenë ligji i familjes, po edhe me herët është edhe obligim ligjor. Nëse rast se bjen ky obligimi moral, edhe kohët e fundit jemi të pa që ne mos kujdesje e duhur prej fëmijëve tek prindërit, atëherë funksionalizohet apo vjen në funksion edhe ligji. Ligji i familjes i 2006 së tutje thotë që fëmijët e kanë obligim për të domethënë të kujdesur për prindërit dhe sidomos edhe të bëjnë mbajtje financiare. Andaj obligimi ligjor vije detyrimisht nëse s'ka domethënë kujdese të duhur moral. Edhe në këtë aspekt për shembull nëse nuk ka kujdes të duhur fëmijët për prindërit, apo anasjetat vije në funksion ligji ku thotë se secili prind mund t'i padis fëmijët në rast se ata nuk kujdesen apo nuk mbajnë financiarisht nëse prindërit nuk i kanë kushtet dhe mundësitë financiare për të kujdesur për veten e tyre. Andaj obligimi ligjor mbije pa dallim gjinie, si për meshkujt, ashtu edhe për vajzat. Në këtë rast domethënë të dy gjinit, të dy parë të fëmijëve pa marrë parasysh gjinive janë të obliguar ligjërisht ti mbajnë prind nëse ata nuk kanë mbajtje
financiare. Gjithashtu këto i trajton, domethënë, ligji i familjes, por edhe te pjesa kur fëmijët nuk kujdesen dhe nuk mund t'i marrën përgjegjës, atëherë mund të mbahen edhe sipas ligjit për marrëdhënie detyrimore që prindërit mund të lidhin kontrata për mbajtje të përjetshme me një person tjetër. Po, ka raste shumëta, sidomos edhe ka raste shumëta në botë, ku prindërit lidhin kontrat me persona tjerë, edhe nëse nuk i ka nevojë të drejtë të gjakut, që në rast se ata do të kujdesen deri në vdekjen e tyre, e ata përkundrejt t'ia lajnë pasurinë e tyre. Po, ka kontrata të tilla për shkak edhe ekziston edhe ligji për marrëdhënie detyrimore dhe ne zakonisht në përditshmëri hasëm kësaj raste kur personat e moshuar lidhin kontratë me persona tjerë, kanë fëmijë apo nuk kanë, dhe gjithë pasuria e tyre apo një pjesë e saj kontraktuale që është, kalon të ta pas vdekjes së tyre. Po në rast se edhe ata nuk kujdesen, atëherë ajo kontratë mund edhe të priqet. Adelina, cilat janë kushtet në shtëpitë e të moshuarve? Sepse të pash që disa ardheshte me bën një reagim, kështu që çka ofrojnë këto shtëpi më saktësisht? Pak më në detaje ndoshta. Po, e vërtet. Deshta të them që për ne si institucion nuk është e rëndësishme vetëm që ata të kenë një kol mbi kokë, që mos t'i rrok dielli, mos t'i rrok shiu dhe thjesht të ngopen me pak ushqim. Ushqim diçka që mujna me thonë. Jo, për neve nuk është kjo e mjaftueshme dhe sigurisht që nuk e bëjmë vetëm kaq. Për ne është e rëndësishme që këta të moshuar, edhe pse kanë mungesën e kësaj dashurisë të fëmijëve të tyre biologjik apo të anëtarëve të tyre të familjes, me cilët janë rritur, i kanë kaluar fëmijërinë, adoleshencën, në fazën kur kanë dhënë kontributin për shoqërinë, kanë qenë në punë, e tutje deri në moshën kur ka ardhur mosha e shtyrë e tyre, ata ne duhet të tregojmë që jemi aty me ta për t'i dëgjuar, sepse shpeshherë ne kemi edhe psikologën aty. Ne kemi 24 orë kujdesje nga infermierët, kemi 24 orë kujdesje nga mjeku i cili qëndron aty. Tash mos së fundmi dhe kemi punësuar një doktoreshe është e re, e cila ka me energji të reja për mi po përveç, sepse shpeshherë ne themi që doktori nga njerë nuk mjafton vetëm me na dhënë diagnozën që ka kemi dhe me na dhënë tabletat, po do të më qenë edhe ai që na komunikon, na sheh hallin, na e kupton atë brengën tonë të vërtet që e kemi dhe pse jemi në një fazë të tillë depresive që tha dhe Paulina më herët, sepse është e vërtet, sepse kur vinë në shtëpi fillimisht e kanë vështirë të adoptohen, sepse po vinë në një ambient të ri me njerëz të ri. Por ne përkujdesemi që kjo fazë e tyre të kalojë sa më lart. Tregonte Dumardhën e nesër. Po e them sinqerisht zona, po e them e kemi gjetë në një gjendje jo të mirë shtëpinë të moshuarve. Dhe është diçka që na ka brengosur që në start, në aspektin e infrastrukturës, po flasim për një godinë e cila i përket viteve të 60 ato kohë is Jugosllavisë. Dhe pse ne tashmë kemi bërë disa intervenime të brendshme, a janë mjaftueshëm? Sigurisht që janë mjaftueshëm sepse ne po konsiderojmë, po të lutem. Ka kategorizim apo brenda asaj shtëpie ka edhe të më shumë që kanë probleme mentale dhe rinë në të njëjtën shtëpi me ata që thjesht nuk po kujdeset kërkush për ta. Ka kategorizim? Ne po flasim apo të gjithë jetojnë në një shtëpi? Ne po flasim për një gjendje të trashëguar. Thash që 2 vite ne i kemi marrë dhe ne kur e kemi bërë marrëveshjen me ministrin. Po mendoj që kjo është më e rëndësishme me u diskutu se sa me u diskutu që niveli i ushqimit pak është përmirësu, se sa që një doktoresh e re me energji të re ka ardhur. Kjo është aq e parëndësishme. Jo, nuk e kisha thonë të parëndësishme në krahasim me ata që në një shtëpi të moshuarve ka edhe të moshuar që kanë probleme mentale dhe rinë në të njëjtën dhomë me një të moshuar tjetër, i cili është vetëm i moshuar në sëmundjes e moshës. Jo, këtu në përdhoma nuk i kemi të vendosura, në këtë formë nuk i kemi të vendosura në përdhoma, po flas për një gjendje të trashëguar. Dhe ne në marrëveshjen kur e kemi marrë, hapësirë të përbashkët, le të themi në kuzhinë, në sallon, në bar, ku ne po flasim për një gjendje të trashëguar. Dhe ne në marrëveshjen kur kemi lidhur me Ministrinë e Financave në bartjen e kompetencave nga niveli qendror në nivelin lokal, ne kemi thënë që asnjë i moshuar nga shtëpia nuk do të largohet, nuk do të dobohet nga aty. A kemi marrë një risk të madh mbi vete? Sigurisht që po, sepse ka edhe persona të cilat të moshuar që janë me disa diagnoza, të cilat nuk do të kërkonin të ishin në këtë institucion. Pyetjen duhet të shtruan kështu se nuk po vajtona edhe me Shëngyllin e Paulinën në këtë rast. Çka më u bë aty në mi marr me izolua? Jo. Ne kemi patëm një rast. Na sot
patëm një rast ku një fëmijë me sindrom Down nuk është regjistruar. Tash çka po kërkon? Jo, nga çana sociale, probleme kufizime, shtëpi që janë në bazë në komunitet janë edhe për këtë kategori. Do të thonë për personat të cilët kanë probleme mentale, që kanë, do të thonë që nuk janë taf në aspektin mendor për të ushtruar veprimtari, për të qëndruar me probleme specifike, janë edhe shtëpitë me bazë në komunitet, kapaciteti të cilave nuk do të kalojë numrin e 12 persona. Kështu është specifikuar me udhëzimin administrativ në kuadër të ligjit për shërbime sociale dhe familjare. Ne normalisht unë thash që kemi një staf i cili është në gjendje 24 orë për të qëndruar me ta dhe normalisht ata kanë terapitë të tyre të cilat e kemi vizitat edhe të neuropsikiatrit i cili viziton sepse kur flasim ndoshta edhe për gjendjen emocionale të tyre dhe ai sigurisht duhet të trajtuar nga një ekspert i fushës dhe ne asnjëherë nuk mund ta marr tashmë të drejtën të flas në fushën profesionale sepse unë jam e emëruar politike. Po çka është e rëndësishme për ne si kryeqytet dhe për mua në këtë rast si udhëheqëse e një institucioni me pesh dhe rëndësi shumë të madhe në aspektin social, është e rëndësishme që të moshuarit tonë të ndihen të sigurt. Dhe ato raste që ju po mendoni të ndihen të sigurt, të ndihen të pranuar dhe të ndihen që është vërtet kujdesi tyre aty. Jo vetëm të lihen të dëbon dhe të qëndroti me një mes e kinura 9 kilometra vetëm pak. Unë vetëm po du me ndërlit pak. Nëse kemi asë edhe njerë të vetëm në këto 2 vite nuk është raportuar diçka e cila kish me kanos jetën e dikujt, apo do themi që një i moshuar junë që ka ndi i friksuar dhe nuk ka dalë nga dhoma vet për shkak që një kolegi i tij në shtëpi që ka në gjendje të rënduar emocionale apo nëse flasim për diagnoza psikiatrike, marr shembull, nëse kemi një të moshuar që është i diagnostikuar me skizofreni, një tjetër që është i diagnostikuar me ndonjë smundje tjetër mendore që të mos ta luaj rolin këtu të psikiatrit, i cili mund të shpreh apo të ketë edhe simptomatologji të dhunshme, atëherë definitivisht unë mendoj që të tjerët mund të ndjehen le të themi jo rehat. Dhe këtu nuk po du me ngrit këto paralele sepse të kesh një person me diagnozë psikiatrike e cila mund të manifestohet me sjellje të çrregullta dhe të jetosh në të njëjtin kul me atë person, sigurisht se nuk t'jep komoditet. Dhe po flasim për gjëra komplet ndryshe, prandaj unë zane përcaktova atë që unë mendoj se nëse një person ka diagnozë të caktuar, duhet të trajtohet ndryshe dhe të mos letë, ndoshta edhe trajtohet ndryshe, të jesh e bindur për atë në kuptimin që i ofrohet e gjithë nevoja kujdesi shëndetësor dhe social. Sepse në kuadër të shtëpisë kërkojmë që ata të lihen në kvishat bardha. Po nuk po tingëllon edhe fort bukur kjo. Po jo të drejtë, në kuptimin e asaj Jo, gabim e keni. Paulina, kuptu çka jemi të thonë, me ta të nuk është dëshmuar asë dhe njerë. Ata nuk janë persona të rrezikshëm. Në një shtëpi ku ka persona me probleme mentale, që mund të qenë të dhunshëm. Jo, nuk kemi raste të tilla asë dhe njerë. Ne kemi një spital që është specifik që është të mëshme. E ke shtimin, ku në shtimin janë në kategori të ndryshëm të smundjeve mentale në një vend. Unë po e them e kemi një gjendje të trashëguar me gjendje çfarë kemi. Moshuarve. Edhe natyrisht që ai që është ka vetëm smundje në organizëm, por mentalisht është qëndron fort, natyrisht që nuk ndihet i sigurt ose e sigurt në një shtëpi ku ka edhe të moshuar me probleme mentale. Edhe unë po them, çka keni bëj ju për me nda këto 2 kategori që edhe këto 2 kategori të marrin trajtim të mirë. Po, natyrisht po nuk kërkon stigmatizim të askujt. Por unë po e them që kemi, domethënë, edhe ligje, një shtëpia me bazë me komunitet për persona të rritur dhe të moshuar që kanë. Po kërkon fal Adelina, po kërkon një person i cili nuk është i aftë, se nuk e di çfarë nuk kupton, ti ndoshta ai shpjegoj çfarë po nuk kupton, me tëmeta mentale. Jo, është e përcaktuar. Seriozisht e ke? Një person me tëmeta mentale mund të qenë në ty me të vendos në rrezikshmëri. Po çka është me tëmeta mentale? Çka po nuk kupton me tëmeta mentale? Cilën kategori të tëmetave mentale? Mund të qenë shizofren. Ata nuk e kanë në shtëpi të pleshve vendin. Po ata rrinë në shtëpi të pleshve. Ka kategori të tillë. Ata rrinë në shtëpi të pleshve. Ka kategori të tilla. Po ka pra, që çdo jemi të diskutuar. Me bën dorë simetrik të njerëzve. Po çdo jemi të nuk e kisha të artizëm mos pa në shkollë. Ka sindrom Down. Jo. Totalisht. Ja s'ke qenë koncentruar me çka kemi të qenë të folë. Dëgjoj shëngël.
Ti mund është me kanë të volë qatë edhe në të ndi që po fletë, dhe ka me marë atëherë si e kuptu çka jemi të thonë. Kuptu shumë mirë, se s'moni me folju diçka qasë madhe. Nuk mundet në një shtëpi, në një kulm, si jeni të volë me një i moshuar i cili ka probleme mentale, me një të moshuar tjetër i cili nuk i ka të njëjtat probleme. Apo çështje inxhinierike që unë si marr vesh. Je të volë gjëra që i di shumë më mirë se pak. Nuk e vuna në pyetje inteligjencën tonë. Po mos koncentrimin tonë e vuna. Çka është mentale? Cila problemi me çështje mentale? Unë po të pës pse po vërtet. Sepse duhet vërtet. E ul zonin nëse ti don me diskutu me mua. Po ul zonin. Jo vetë ul zonin. Cila është problemi me çështje mentale? Çka është problemi me çështje mentale? Ku kinierin që të ka dhënë që në një shtëpi tu jetu. Po e di se tan problemi mental. Ska për shkak se ti s'po di na imi të shpjegoj. Ngop pak më mirë dhe e kupton. Ma tregoj çka është problemi mental. Ngop pak më mirë dhe e kupton. Ngop pak më mirë dhe e kupton. E thash 3 e veç e mbyll temën. Kisha dashur mund ndërlidh. Një zona që Jo, që s'pëlqen ti çka jetu dëgjuar tjetër marrë që po don debat patjetër. Jo, se po doni me ndo. Me izoloni njerëz. Po edhe ku i kiti problemin tash po du me ndo? Ku i ki problem apo po në moda? Jo në çdo rast ndarja është diskriminim. Jo në çdo rast. Andaj, nëse, unë kisha ardhë mirë nëse ata personas që janë këto shtëpitë e pleqve nuk ishin çudit nga fjalimi i Zojës në fjalë, edhe kishin thënë që çto kushte a janë të na autoful apo për dikon tjetër, sepse në realitetin jem ka e dim. Nëse ky realitet në rast se, në rast se kjo pretendon se këtu domethënë 2 vitet e Adelina nderume, nëse këto 2 raste në 2 viteve fundit është bërë mrekulli dhe këto gjëra tjera janë trashëguar nga sistemet e mëhershme, këtu nuk mund të rregullohen as për 2 vite, as për 5 vite. Ky sistem është duke u vazhduar në Kosovë, edhe pse ka përmirësime të dukshme. Po nuk ka përmirësime të dukshme, po gjithmonë duhet të ketë. Po nuk do të kënaqshme, domethënë duhet asnjë variant nuk ka ideal të shkuhet. Nëse nuk është ndarja gjithmonë diskriminim, ata persona duhet ndalen, aty duhet të ekzistojë një komision i veçantë, të cilët marrin pjesë sociolog, marrin pjesë mjek, edhe fushave të ndryshme, për shkak se duhet kategorizohen ata persona në personat në rrezikshmëri, personat me smundje, persona me kujdes të veçantë, sepse të gjithë ata nuk janë në një lloj as të aftësisë fizike, as të aftësisë mendore. Andaj duhet të ketë komisione të veçanta që e bëjnë ndarjen e tyre, sepse ndarja e tyre nuk është diskriminim, por siguritë. Edhe kujdes, edhe sa i përket zonës me sindrom Down që i përjashtojnë. Edhe aty ka komisione të veçanta që kujdesen për fëmijë, se ata fëmijë a duhet të shkojnë në shkollë të specializuar apo nuk duhet. Duhet të jenë pjesë e komunitetit. Gjithëpërfshirja është të kujdesi edhe për ta, sepse duke u kujdesur për ta, kujdeset edhe për persona tjerë që nuk janë me ata aftësi. Pa dashur me thonë mi diskriminu secilin, por ka persona, për çfarë ekzistojnë komisione edhe në për Ministritë e Arsimit, sepse ku duhet të orientohen ata, se disa fëmijë janë me rrezikshmëri të lartë, disa fëmijë që kanë domethënë kësi aftësi edhe nuk ka nevojë edhe për shkolla të specializuara. Andaj duhet të ekzistojnë edhe këto komisione dhe këto komisione duhet të bëjnë ndarjen e këtyre kategorive, e ndarja këtyre kategorive asesi. Nuk është diskriminim, po është kujdes dhe mbikëqyrje. Po du me mendu që këta nuk i kanë fund ndoshta këtë bashkë aty pa e ditë kush çka ka, edhe nëse kish pas rrezikshmëri, besoj që këta nuk i kishin fut të gjithë bashkë. Po du me mendu që ama ti po beson ana, por derisa na tjerë po flasim për njerëz që i kanë vizituar ato shtëpi. Unë po du me pyet Adelinën, Adelina po na tregon që nuk ka rrezikshmëri dhe s'kan pas incident. Tash unë me pajtimit që një me persona të cilë kanë nevojat e veçanta, persona që kanë probleme mentale etj, nuk duhet me jetu në të njëjtin vend nëse rrezikon të tjerët. Edhe ata që janë normal mundën me pas në sjellje të çuditshme ndaj këtyre personave dhe këta anasjelltas. Kështu që jo gjithmonë është diskriminim ndarja, po tash duhet me pa me pas komisione të dura. Jo, nuk është për herë diskriminim. Çfarë mendon për këtë ndarje? Shifse, më duket pak ky diskutimi si ai diskutimi i pedofilëve edhe njerëzve gay.
Me thënë, kur flasim për njerëzit gay, njerëzit i fusin me njëherë në smundje mendore, pedofilet i fusin njësoj në smundje mendore, dhe i bëjnë, jo, prit pak ta sqaroj, Ana, ta sqaroj pak. Po, ekstrem, ekstrem. Për shembull, pedofilia është e klasifikuar si problem mendor, është i klasifikuar, dihet që është. Personat e komunitetit janë gjykuar si të tillë për vite me radhë, nuk janë sepse është vërtetuar që nuk janë të tillë. Kështu që kjo po më duket pak një përzierje të dyjave, dihet kush ku e ka vendin. Personat me aftësi të kufizuara e kanë vendin në bazë të kushteve të cilat i kanë të nevojshme, secili për kushtet e veta. Një person i moshuar me një sëmundje të caktuar ka kërkesa tjera, një person i shëndosh i moshuar ka kërkesa tjera. Kështu që secilit t'i ofrohet ajo për të cilën ka nevojë. Ne gjithmonë lobojmë që sistemi t'ju përshtatet nevojave të individëve. Apo edhe të gratë, themi sistemi duhet i përshtatet nevojave të grave. Edhe në këtë rast, sistemi duhet i përshtatet... Apo, Ta qetësoj pak... Po e kam fjalën që ne duhet gjithkujt, varësisht çfarë nevoja ka, t'ja ofrojmë këto nevoja. Tani, për shtëpinë të moshuarve, edhe çështjen e, për shembull, unë kam qenë e sulmuar në Thojza në Maqedoni për çështjen e gruas në Pej, kur u bë publike, se edhe gratë po sulmoj kanë gratë. Ke parasysh të ne mezi presin një rast që të thonë që edhe gratë janë dhunus, se nuk janë vetëm burrat ashtu si thoni ju që janë dhunus. Unë mendoj zan që patjetër duhet të largohet stigma. Me domosdoshmëri duhet të largohet stigma, sepse vetëm dëm po na bën në çdo drejtim dhe në çdo aspekt. Këta të moshuar janë dhe duhet, nëse ka punë për të bërë, për duhet të jenë të lirë, të vendosin, të shkojnë në këto shtëpi edhe të kenë kushtet e nevojshme aty, të kenë bashkëpunimin, të kenë muhabetin, si i themi ne njëri me tjetrin. Aktivitetet edhe gjithçka tjetër, sepse të moshuarit tanë zanë, gjithë jetën merren, të moshuarit prindrit tanë, gjithë jetën merren veç me fëmin. Apo, fëmiu familja, ata kur në plake nuk kanë një hobi, nuk din çfarë të bëjnë, andaj vazhdojnë të merren me jetën e fëmiut, sepse s'kanë çfarë të bëjnë tjetër. Në krahasim me botën që ai kur del në pension fillon të shëtit botën, ose nuk e di, fillon lumë golf, ose nuk e di diçka tjetër. Te ne s'ka, te ne vazhdon të merret me fëmiun, dhe në momentin kur fëmiu nuk ka më kapacitetin edhe kohën për të marrë me prindin, fillojnë të lindin problemet. Kështu që më mirë gjithkush të ketë vendin e vetë edhe të jetë i lumtur. O, zotë, Rita, që kjo, dhe me thonë, a din një shigjet me ta më shu që të në shpirt, që është zakonshme, gjithkush ta ketë vendin e vetë, që ka në kupton që gjithkush ta ketë vendin e vetë. Kue ka vendin prindi dhe kue ka vendin fëmija? Të ta sqaroj një gjë, Paulin. Nuk ka person tjetër që i do prindrit e vetë më shumë se unë. Kanë sakrifiku për mu, më kanë rritë me 500 sakrifica. Do kësha dash të kujdese me ta me gjithë zemër, me gjithë shpirt, nuk jetoj me ta, nuk jam aty prezente, tentoj të jem në maksimum aty prezente. Në momentin kur diçka për to është më e mirë se sa kujdesi im, unë pajtohem me këtë gjë. Edhe ata vetë pajtohen, sepse e kam pa. Ne u pajtum pak ma herët, që nuk po e rrutë prindin tim. Ti, ajo që po bën, është po vazhdon ta stigmatizosh dërgimin e të moshuarve në shtëpi të plegjve, dhe kjo që po bën është e rrezikshme. Jo. Sepse Rita, të lutem mos ma presh në fillim të emisionit, Paulin. Në fillim të emisionit vazhdon të rrisësh stigmën, që nuk është okej. Jo, qysh në fillim të emisionit unë i dhash arsyet se kur është e pranueshme që dikush ta kaloj pjesën e fundit të jetës, le të themi. Se ndigjoha unë këtë, asnjëherë. A e dëgjoj të tjerët? Kur unë të fola për fëmijët të cilët mund të mos jenë të aftë për me u kujdes për prindrit e tyre. Po jo gjithmonë nuk është ashtu. Rita, në momentin që ti e ke një mundësi financiare dhe nuk je vetme, ke edhe vëllezër, motra të tjerë, edhe do duaj me ekzistu një bashkëpunim me kujdes të përbashkët ndaj prindit. Lutem, unë s'po du me e promovu, s'po du tash me ardhë me e promovu jetën e tillë, këtë jetën moderne. Ne kemi shumë punë, ne jemi shumë të nxanëm, ose më kujdes për prindrit e mi. Kemi kohë me u kujdes edhe për prindrit tonë. Po jo, nuk kemi kohë. Kemi kohë, Rita. Se nuk desha të dalë në asnjë moment në personale. Po, unë kam një gjyshe në shtëpi për momentin që ka nevojë për 24 orë kujdes. Unë kam një gjyshe në shtëpi. Ne jemi 6 antarë në familje dhe prap nuk arrim që ta menaxhojmë.
Se secili ka obligimet e veta. Vetëm fakt nëse mundem edhe këtë pjesë. Përveç se me fol në aspektin profesional për atë çështje, sepse nuk dua dal nga emisioni dhe të krijohet një përshtypje tjetër për atë se mos është shtëpia të moshuarve në një vend i cili nuk do duhet ishte për këta të moshuar. Një vend i rrezikshëm. Nuk dua dal nga emisioni pas sqaruar to sepse na shiqojnë njerëzit. Na nuk kemi të folë të vish me njëna tjetër muhabet kafe, po jemi të folë një muhabet shumë serioz dhe një temë që e falenderoj shumë Zonën dhe Paulinën që e kanë po të konsiderueshme dhe të rëndësishme për mu diskutu, sepse është tema besoj boshte e ditëve tona në cilat na po jetojmë. Shtëpia të moshuarve në kryeqytet dhe duhet dini që ka një institucion që i cili mirë dhe trajton këta fëmijë. A është më e mira këta të moshuar kërkojnë ndjes. A është më e mira mos me që e bëjmë çdo ditë. Ne çdo ditë kemi luftë me veten që të bëjmë edhe më të mirën, të bëjmë edhe një ditë më shumë, një ditë më mirë, diçka më shumë, diçka më ndryshe, diçka që është më e përshtatshme për këta të moshuar. Po në anën tjetër edhe në legjislacionin që e kemi janë shtëpitë në bazë në komunitet për personat me aftësi, me dëmtime intelektuale, që thash edhe për të rritur dhe të moshuar. Në anën tjetër është qendra për punë sociale e cila e angazhon një menaxher të rastit, i cili pastaj iket edhe në rast që një i moshuar konsiderohet që ka dëmtime intelektuale, atëherë është gjykata e cila e zotësinë e veprimit. Dhe ai kur jeket zotësia e veprimit, atëherë domethënë ai person nuk mundet të jetë i aftë për të reaguar për vetë dhe duhet shteti në këtë rast me mekanizmat e saj të reagojë. Po në anën tjetër kurse jemi të zënë, kur jemi, po funksionon sepse ne jemi, nuk është një shtet utopik, është një shtet real. Është një shtet i cili po funksionon. Jo do duhet të ishte. Po është në realitet. Jo, vetëm derisa edhe diçka të kujdesit, lutem avokat, lutem. Më falë pak. Fillimi i saj na nis që nuk duhet të dal nga ky emision që të këto shtëpi të pa u sqaruar opinioni publik mos mashtron për fjalën avokat, lutem. Esenca është që ti je ka paraqet këto shtëpi të pleqve si mrekulli që ndodhin në shoqërinë. Shtëpinë të moshuarve në kryeqytet e paraqet se ka gjendjen reale dhe ju ftoj secili të vini dhe tashin dhe të bindeni me sytë ju. Jo s'kam tha ajo, po çam tha. Edhe çush janë kushtet në hapësirat nuk e di se jo secili shoqëri shkon edhe viziton se ose s'ka të afër ose se ka dikon. Kjo është në realitet që krijojnë tentojnë me kriju është tjetër gjë. Dikush merr informacion, po nuk është mrekulli. Me shumë që kemi pas edhe shyretë e Belulit. E kemi pas edhe shyretë e Belulit që ka fol emocione të jashtëzakonshme për të moshuarit tonë atje. Ne kemi pas edhe me teatrin kombëtar të Kosovës, i cili ka ardhur një ekip nga Spanja, nga Franca dhe kanë bërë një vallëzim të jashtëzakonshëm nëpër krejt korridorët e shtëpisë. Kjo është domethënë, kjo mendoj që është për raste të rralla, për me po hajde vizitoje që e ki 5 kilometra larg, 6 e ki, hajde vizitoje, lutem, po të ofroj publikisht, po për me shpërfaq një imazh real të tyre, sot i zhduft me pas një skenë nga aty, edhe duke i marrë në pyetje ata persona, edhe nëse imazhi i tyre nuk e ne bojna pa dy, e bojna pa dy pjesa dy, që gjendje reale se cilën nuk është dhe nuk do të jetë. Është konstatimi i gabuar dhe nuk çeton absolutisht. Kena për shembull edhe shtëpi pleqshve që janë private, edhe për shembull unë flas vetëm për komunën e Prishtinës, po shtëpinë të moshuar dhe qendrimet ditore që i kemi. Për tjetër nuk flas. Shembull që ne këtë Kosova është shtëpia pleqshve e Halil Kastrati që është për shembull, po atu duhet të shkohen. Ajo është tjetër gjë. Ajo nuk është në nivelet domethënë institucionisht. Ato duhet shkohen personat që nuk kanë fëmijë, pleqsh nuk që kanë fëmijë ose i mungon kujdesi domethënë i fëmijëve të tyre për shkaqe të arsyeshme. Ato përndryshe pleqsh e kanë vendin të shtëpia vet, të familja vet. Po flasim rreth tyre nuk mundën, ne po flasim. Në rregull, se aty nuk është punë vetëm kujdesja apo kushtet e mira, po është edhe kjo ngrohtësia që ofron familja, që ofron sigurisht me patjetër ajo të para. Kështu që gjithçysh se domethënë këta pleqsh e kanë vendin në shtëpi dhe kujdesin familjar është i duhur për ta. Unë veç po du me u lidh pak të udhëzimi administrativ të cilin e përmendi Zona më herët, domethënë ishte i viti 2014 në të cilin thuhej se i plotson kriteret për të qenë banor rezident i shtëpisë një i moshuar apo e moshuar, i cili apo e cila ka vajzë dhe ajo është e martuar. Po në anën tjetër nuk i plotson kushtet dikush që ka djalë dhe kjo sigurisht ka qenë diskriminuese që e ka ndru tash në vitin 2015, tek tash në vitin 2025, më falni, dhe paramendojni sa vite ka kalu prej vitit 2014 dhe po du vetë shkurt me undalje dhe për me dhënë një rast në shenjë promovimi, sepse jo domosdoshmërisht të duhet vllau për me u kujdes për prindërit e tu, edhe kjo në mendësin ton duhet me u zhduk. Në vitin 2014, prindi im është operuar në qendrën klinike universitare të Kosovës, në klinikën e ortopedisë, dhe kreta ata që kanë shku atje e din që kanë qenë spaku në atë kohë
5 persona brenda një dhome. Në këtë rast janë të ndarë burrat edhe gratë. Brenda asaj dhomës ku ka qenë babi im kanë qenë 5 burra dhe me ata 4 burra të tjerë kanë qenë 4 shoqërues tjerë burra dhe kam qenë unë dhe mami që ndroheshim 2 gratë të tjera. Do të thonë ishin 9 burra dhe një grua në atë dhomë. Dhe çfarë ndodhi? Derisa babi im pak po pushonte, unë dola te dhoma tjetër që ishin gratë, me bisedu me dikon se tash muhabet s'doshin me bo muhabet burra të me mua në atë kohë. Gjithsesi, dola dhe njëra prej grave aty më thot kështu: a mundesh ta me u kujdes vetëm pak për vjehrën time, nëse kërkon diçka në ortopedi, tha sepse po shkoj, tha se e kam babën në neurologji. U shokova. Thash më fal, se nuk jeti te baba jut atje. 2014, unë kam qenë e re në atë kohë. Po du me dalë të mendësia, edhe po du me dalë të fakti që ne duhemi me promovu, që kujdesin ndaj prindve e kanë përgjithësi dhe obligime dhe vajzat edhe djemë. Veç e kanë obligime dhe përgjithësi prindrit një lan trashëgimi. Fiks, edhe ato e kanë përgjithësi prindrit, edhe ato duhemi me promovu në vazhdimësi. Edhe nuk kujdes për qikën kur është fëmijë si për djalin. Qashtu, me i shkollu, me i eduku barabartë dhe me jadhon kraht vajzës në mënyrë që edhe ajo nesër me mujtë me u kujdes për prindrit. Por, ideja është sot që ne jemi këtu për me dhonë edhe edukim, përveç debati që po e bërë. Dhe nuk mundemi me ardhë sot edhe me u arsyetu që unë jam e martume, edhe nuk mund me u kujdes për prindrit e mi. Më falë, përgjithësi për me u kujdes për prindrit e tu, i ke ti që të kanë lind, të kanë rrit, të kanë eduku, të kanë shkollu, edhe mi ka dhonë kratë se one që u shikëm sot. Normalisht se cili për prindrin e vetë. Tash nëse e ka mundësin, sigurisht kisha me e këshyr edhe vjerin tem në qatë kuptim. Por nëse kish me qenë i shtrirë baba e më spital, unë sigurisht se do duhet isha ofër babës tem. Na duhet me ndrua dhe këtë mendësin që aty duhet të jetë nusja në këtë rast, dhe vajzat, cila është e martuar, të mos jetë Prandaj kjo udhëzimi administrativ që po flasim 2014, kur është operu baba em dhe po e tregoj këtë histori, edhe kjo udhëzimi administrativ ka hyrë në fuqi, është mendësia që asaj kohe. Nuk ka dalë, do të thonë edhe institucionet tona e kanë përthith mendësin. Edhe sot në 2025 kanë ardhur dhe kanë thonë prit veç pak se çka çka pas kemi bërë nako ka kon primitive. Çikat munden mu kujdes për prindrit e vet. është problem pak më i sa deri te kur jemi se po me që jemi te qikat, si thoni ju këndej, te vajzat. Ka edhe një gjë tjetër Zan, për kujdesin ndaj të moshuarve zakonisht është bare grave. Edhe kjo i izolon në një tjetër mënyrë. Nuk i le të dalin prej shtëpie në një tjetër mënyrë. Kështu që shtëpia e pleqjve edhe dërgimi i personave më të moshuar në këto shtëpi të moshuarve është një çlirim edhe për gratë. Sepse Rita, lutem bre. Paulin, burrat shumë rrallë kujdesen për prindrit e vet fillimisht. Shumë rrallë. Unë s'mendoj që një vetëm pak. Zakonisht bara u bie grave vet të këtyre burrave edhe për të kujdes për prindrit e bashkëshortit të vet. Shumë shpesh. Këtu na duhemi me promovu kujdesin e prindërve, fëmijëve ndaj prindërve të vet. Dhe jo me ardhur dhe me thonë dërgoni në shtëpi të moshuarve për me shliru grotë. E dyta, kështu është e gabuar Rita. Ju e kemi diskutuar pele sa herë, nuk e di sa herë, se thash pele. Si nga Tetova. E kemi diskutuar disa herë se sa është përqindja e grave në Kosovë që nuk punojnë. Kështu që automatikisht ato janë në shtëpi dhe ju bie barë për kujdesin ndaj këtyre të moshuarve. Kështu që ka shumë elemente të cilat bëhen barë për gratë në një mënyrë ose në dërgoni në shtëpi të moshuarve. Zgjidhja është që të angazhohet një komunitet i tërë familjar. Nuk e kuptoj përse po krijon një stigmë kaq të madhe për ata njerëz të cilët kanë fëmijë. Po krijojnë një stigmë. Për ata njerëz të cilët nuk kanë kujdes, Paulin, kush je ti të vendosësh për një kush je ti pra të tregosh atyre të vendosësh është e drejtë i dërgu. Është liri, un jam për lirinë e vendimit. Na folim edhe për ndëshkimin ligjor. Sepse është edhe praktikë, që është gabim, edhe që e kam diskutuar pele sa herë, pra pele. Ndjenja e braktisjes prej fëmijëve tu duhet me qenë më e rënda e përjetuar ndonjëherë. Paulin, nuk ka ndjenjë më të keqe. Jori shumë, aq sa është stigmatizuar, ti po e double stigmatizon. Nëse po e stigmatizoj, është liri e personit. Nëse unë vendos ta dërgoj prindin tim në shtëpi të moshuarve, kush je ti? Po kush je ti? Kush je ti të gjykosh? Mundi që ta që kanë bume, pesë që sa këtica. Po më vjen kesh veç emocionalisht jetë unë prek, me mënyrën që është po thu, dhe zonë vetë
vendosin me i qu printe mi. Është liria Sikur ata të qenë një objekt, sikur në qëtë telefon vendosi ta Është vendimin, kush jeti të ma gjikosh vendimin? Po vjen keq që tu e promovu një ftofci emocionale për ballë njerëzve që të kanë rritë të kanë eduku. Edhe jetu e promovu diçka që është e gabume. Shumë po vjen keq. Mu po vjen diçka mirë nga ona sajna se kena qenë edhe paraprakisht një debat tjetër edhe këto qëndrimet e saj veç sa i ka zbutur edhe në debatin për shkak se se pas të dëgju. Se ka qenë shumë afër. Paulina s'ka ma moralizon ma shumë si që duhet. Nuk është moralizim. Nuk është moralizim. I marroni që i printe mi, si kur të kanë ata një dy thas me kompira. Hajtë që i marroni i qoj që atje. E ti a i qo fëmit e tu t'in qërë dhe për ditë, si kompira. Jo, mos ja fut kot. Printe mi shkojnë me u eduku. Printe mi unë e kom e qu me jetu me një huja. Nëse unë jam rritë mos ngrit paralile të cilat nuk janë të barabarta. Me i dërgu fëmijët me u eduku në socializu për 7 orë, nuk është e njëjtë. S'kisha dosht me dalën personale, mu këthy të prindije. Jo, nëse vetë përmende, po i ktheva prindije mu ktheva. Nëse kthejmë në historik edhe kem familje, si që thash edhe në fillim, kem familje të gjera, atëherë kur rolin e familje ka qenë ndarë. I burrav për të punuar dhe për të siguruar të ardhmen e familjes së gjerë, dhe të kujdeset për sigurinë e tyre, ndërsa femrave ju ka rënë më shumë me më kujdes për prind dhe më kujdes për shtëpinë, për pastërtinë dhe gjëra tjera për shkak se rolet janë të caktuara, edhe rolin kryesor që kanë pasur femrat dhe gratë janë kanë edukimi i këtyre fëmijëve. Edukimi i këtyre gjeneratave ka pru kësi burra, kësi njerëz që kanë qenë në luftë. Nana e Zahide është nana e Adem Jasharit që nështë edhe nuk ka pas shkollë, po edukimi i saj, formësimi i saj ka bërë që për djalë ta ketë Adem Jasharin. Nana Femilla Drovsi që mund s'te ketë edhe shkollim, por ato kanë sjellë një edukim, një frymë të mirë të familjes. Andaj familja ka qenë edukimi kryesor i femrav dhe meritojnë duar të rritje. Dhe meritojnë të jetojnë të lumtur kudo që ato duan, qoftë në shtëpitë e tyre, qoftë në shtëpinë e moshuarve. Nuk është çlirim i grave nëse prind e tyre ose prind e burrit të tyre shkojnë në dam, përsepse nëse një femër është martuar dhe është kujdesur tani me apo kujdeset për prind e burrit, atëherë kemi edhe një femën tjetër që ka shkuar në këtë familje. Jo domosdoshmërisht, po është zinxhir. Mos ta promovojnë tash edhe këtë zinxhir. Është zinxhir që një femër nëse shkon diku tjetër, femra tjetër vjen në shtëpi, por nuk i bie kjo se automatikisht të kujdeset për prind, sepse tash edhe ligjet ekzistojnë, edhe trashëgimia është rregulluna, edhe fetarisht si e përmendit citatin, për shembull, është edhe fetarisht edhe nuk mund të më bindni që gratë nuk e kanë përbar kujdesin ndaj të moshuarve, qoftë prindërve të vetë, qoftë prindërve të përbar, e kanë knajtësi. Qarë knajtësi e ka, është obligim ndaj mu, ju ka ngellë, s'kam ku e qojnë. Jo, absolut nuk është edhe knajtësi. Është edhe knajtësi. Knajtësimi u kujdes për prindrit e burrit? Knajtësi është mu kujdes për secilin prind. Edhe për prindrit e burrit. Sepse u kujdes na për prindrit e mi. Po dikush kujdeset për prindrit e mi. Për prindrit e mi s'u kujdes kërkush. Jo nusja e vllavë tam. Gruaja e vllavë tam nuk ka nevojë me u kujdes për prindrit e mi. Ajo mundet me pa në mëngjes, mi thonë përshëndetje, mirë mëngjesi, natën e mirë. Nëse do, nëse s'është musafir as ajo, zona. Jo, nëse do. Ajo s'është musafir, ajo jeton me çata njerëz. Ajo mundet të pas raport edhe më të afërt. Ajo mundet me kanë alo shumë ngat. Jo, obligimi. Po detyrim. Jo, detyrim se ka. As obligim. Nuk mund të thonë se mund të jenë ta knasi, kur është që një knasi, është knasi, edhe të kujdesesh edhe për prind tjerë. Jo vetëm për prind e burrit ose për prind. Dhe koshit, elementarët të familjes. A do të diskutohet? Jo, na po flasim për detyrim. Detyrime s'ka. Detyrime. Jo s'ka detyrime. Nuset e shtëpive gjithmonë po flet çka i dashur me qenë. Nuset e shtëpive gjithmonë kanë obligim. Detyrim u kujdes. Unë ndëgjova këtu se nuk janë të barabartë edhe në trashëgimi, edhe me ligj. Sidomos tash ka avancu. Edhe me ligj po. Po me ligj. Po, okay, te kërkuat, ti nisën tonë kërkuat.
vetit e buri, ose prind me vetit e buri. Se kanë qenë tradita, kanë qenë kulturë. Për ta pezojmë është fëmijë vetëm kjo. Pse nuk i merr prind te buri? A mendon që kultura jonë, Gjema një familje që e ka bërë kultura jonë edhe tradita jonë, siç ka qenë, është në përputhje edhe me, domethënë, me anën fetare, edhe islame edhe katolike. Andaj, kujdesi, kush kundër? Jo ti mundesh me kundër. Ja, na nuk jem kundër hiç. Na jem pro kësaj familje që ka rritë taburra me çliru këtë vend. Edhe jo ç'është ty. Që detyron një gru të re, e cila kultura. Avokati po nuk e detyron askush askën. Veç pak, një nuse e re, e cila martohet, më shku me pas obligim me kujdes për prindërit e burrit. Nuk e ka obligim. Jo, le të se ka obligim. Po se ka obligim. Ja, e bën me kënaqësi. Po ti do të më marr, prindë vet, dorën za. Secili duhet më kujdes për prindërin e vet. Gjithçka bish për prindë vet kujdeset me kreaci. Kta po të unë thash obligim. Edhe ti e di çfarë. Obligim edhe moral edhe ligjor për kujdes. Kujdes për prindë e burrit. Absolut diskutohet. Kujdes për prindë vet. Unë kujdesna, unë kujdesna edhe për prindë mi, po edhe për prindë gruas kur të vjen nevoja, apo kupton. Edhe gruaja ç'është, njëjtë, identik, se nuk është as obligim, domethënë ligjor, nuk është obligim as moral. Sidomos ona fetare nuk e obligon, sidomos aja islame nuk e obligon nusen që të kujdeset gjithçysh për prindë e burrit. Është e lirë sepse obligime kanë vetëm fëmia e tyre. Por është kënaqësi kur ti ndihmosh një plakë në rrugë. Është kënaqësi edhe më rrugë. Është kënaqësi me ndihmu edhe kafshën, është kënaqësi me mbjell edhe bim. Po s'van me kohë kundër këtë vlera, s'van me kohë strikt ndonë kundër vlera. Këto janë vlera të ndërtuara me vite. Na po dojmë me promovuar që edhe çikat le të kujdesen për prindërit e vet. Ti mundesh me promovuar. Fakti që je martuar nuk të privon nga e drejta me u kujdes për prindërit e tu. Absolutisht. E që shoqni, ja ka mbjellën kryj vajzave, që në momentin që martohesh, s'ke mo çka. Në tjetër, unë po e them se çka ka të keqe në rast që reja kujdeset pak keqe. Nëse s'është e keqe është e mirë. Nuk është me detyrim. Është e mirë, jo s'është obligim. Në momentin që s'është obligim, jo s'është obligim. As ligjor as moral. I kisë të burrit që janë në moshë të shtyre kanë arritur fazën 80 vjeçare. Se kanë obligim. Dhe që është e lodhur. Dhe çka është djali vet rastin. Unë ne shoh djali vet Adelina. Po djali. Edhe unë kështu i prindin tan, edhe vllaja. Pastron nonën e vet. Është nona domethënë e lodhur, po djali e pastron. I thot nusës vet ju rreti ato. Po shumë mirë. Unë po e pastron. Po shumë mirë. Ka kësi raste po do me ligjit Adelina do të kanë këtë rastet çështë. Po do duaj me qenë. Po dhe çka i bën rejes në këtë rast? Unë jam re dikujt. Edhe çka nuk e ka prend edhe ora 8 mëngjesit më jalon vjerrës kanë qenë në dy tona. Çfarë po tregon? Jalon bukën Për shembull nusja nuk e ka prind të vetin, as vjerrën as nonën e burrit. Dhe mundet edhe me u irritu prej gjendjes së saj, që është shumë plotësisht e drejtë, sepse nuk ka prind i vetë. Unë prej prindit tam, nuk irriton anas në formë as në një moment. Po kjo vi nuk është. Unë jam ja pastru thojt, unë jam ja lëa dhe dhëmë nësa nevoja, unë jam e marrë me shtinë tush edhe me pastru fund e kry, sepse është copa jam. Unë nuk kujdes në këto. Po jo nusja ose dhëndri, sepse ata nuk e kam pjesë të tyne. Dhe kënë të na, në Kosovë, po flasë dhe një gjonë falon asash dhe në Kosovë, djemët nuk i këshyrin prindrit e vetë, qatë bari ja ulon gravet veta. Edhe kjo do të më ndryshu. Ti këshyre prindin tam, sepse ti ke hartë këtu me shërby. Unë nërruajtër të kësaj. Unë e kërë shka kjo vazë po një shumic. Unë e pajtona me këtë kapak po pajtona, do të thonë, po, unë mendoj që nëse ti e don qatë person, edhe jeton me qata persona, nuk mendoj që është diçka e keqe për mi ndihmu dikuj që është në nevojë. Sepse edhe fizikisht je më afër. Se fizikisht je më afër. Okej, unë po të thash me të gjithë po pajtona edhe me ty. A di shpoj që jo. Si po nusja në shpe, po voli vesh për nusën. Po voli vesh për nusën, po voli për djalin, po voli për krejt, por nëse ti ke nevojë dhe don mi ndihmu dikuj na dhe çaj person ka nevojë për ty. Edhe në rrugë me Po ju po mendoj që do të më këshyr se i rretim. Unë se kisha këshyr se i rretim. Unë kisha këshyr se i rretim. Nëse dikush ka nevojë për mua, edhe njëri huaj me kohë unë kisha bu. Jo. Unë kisha bu. A mi prindin, zamër nuk e krahasoj. A
ama nëse ai person ka nevojë për mua, unë më kujdes për to, edhe nëse se pse unë mos më apo është njerëzore. Po libri për Zotin se njerëz që ka nevojë dush minimu, edhe pikë, është humane tek e funit, apo s'ke nevojë mu irrituti. Asgjë mundojmë në diskutim. Jeto e qit në diskutim, çu si jeto e qit në diskutim? Vesh ta jeto e qit në diskutim. Ke në rregull që irritohesh. Zona edhe pse nuk mund se kjo në teori edhe mund të shkoj, por nuk mund të shkoj në praktik për shkak se edhe afërsia fizike. Ti më thon këto që për moralizoni, s'pe stigmatizoj. Edhe afërsia fizike ndikon në këtë rast. Isha kujdes për njerin që ka nevojë për mua. Po të gjithë që kujdes ana, ideja është që ato irritohen, se nuk i nevojshme. Është në momentin kur i kemi fëmijët e dy prindërve të caktuar, të cilët, marr shembull, janë të gjithë djem. Ata pa marr parasysh është nana apo baba, ata e kanë obligim. Nëse cili e ka për vete për punë, nëse ai se bën, atëherë ai kallzon vete. Nëse ajo e bën, e kallzon ajo vete. Dhe ajo ka për vete dhe ky ka për vete. Nëse një mashkull nuk kujdeset për nonën e babën në veç ka dyn ai. As vjen as për ilaç, domethënë, as për kurrë. Fryma është me obligjim atata që po na shohin çatje. Edhe unë çka jam të thonë diçka që s'është në rregull. Jo, jemi të desh me thonë që ta ndrojmë çet stil. Po pendrojmë, unë po them një mashkull që nuk kujdeset për nonën për babën. Pret që nusja më kujdes, ai është problemi. Ai nuk dyn as për ilaç, ai s'dën as vetëm me rujt mas pore. Ne nuk kemi të thonë të promovu granuse të cilat shohin të keq prindin e burrit edhe e njëru. Nuk kemi të promovu ato, se ajo është jemi të thonë që çaj djalë atje nuk duhet nuk duhet mja jetë përgjithësi po flasim për një 5% që sheshin në Prishtinë që jetoni edhe vetë, po flasim në general, e kanë obligim edhe e kanë detyrim grosh të vërtet që e presin për grave, është e vërtet që më qeshet pak, po më qeshet me faktin që në një pik në debat të gjithë më drejtojmë se ti mos ke lidh në Paris këtu në Kosovë. Jo, s'tash ty, personalisht, po tash çaj personi që me demek sillet ashtu, ka shto thonë se ku i lin ti, që sprej kur gjo me dora çka. Që ndigjoj të njëjtën shprehje. Personalisht. Tash për çat personin në fjalë që kem të fol të skeç ai personi. Po nëse më drejtove mu pak. Po me ty ke të bëj muhabet. Një gjë dua ta them. Unë në për këto debate kohët e fundit po dalë se ajo Delia e Zez që është kundër krejt botës edhe andaj njerëzit pretendojnë që e bëj për vëmendje, e bëj sepse nuk e di. Veç realiste Rita, kur gjë tjetër. Në ndërkohë që mendoj që ka ardhur koha moralizmat në përgjithësi ti lëm pak anash, të kthehemi pak në momentin kur do ta pranojmë në realitetin ton, atëherë do mundemi ta ndryshojmë. Rita, ti ke opinionin tënd, na ke opinionin tonë, ke moralisht. Kërkosh të ka thotë se ke opinionin tonë. Se unë nuk flas për gjëra të tilla në publik, po unë jam ajo që organizoj aksione humanitare çdo muaj. Po ke në rregull su ka ta. Jam ajo që kujdeset për special actually. Për pleqë, se pretendohet atje jashtë kur unë jam duke thënë jo nxirrni prindet aty, hudhni në mbeturina se s'kan çfarë ju duhen. Nuk po e them këtë në asnjë moment. Nuk po e them këtë. Por po them që duhet të normalizohet që në një moment të caktuar, kur situata është e tillë, këta prindër të shkojnë aty ku e marrin kujdesin e duhur. Edhe nuk ka nevojë për stigmë, sepse kjo stigmë i shtyp sidomos gratë në rajonin ku unë jetoj, me personat me cilët unë jetoj, me rrethin se si unë e perceptoj. Nuk po flas për unë Rita, po flas për publikun, njerëzit, popullin ton. Nuk është ashtu si e thoni ju. Edhe fakti që ne po e moralizojmë kaq shumë, ju realisht po e moralizoni kaq shumë. Dhe ti po e demoralizojmë kaq shumë. Krijon një stigmë të jashtëzakonshme. Paulin, kujdesin që unë e kam për prindrit e mi, personalisht. S'ka pse ja vë pikpyetjen askush, sepse s'ka nevojë t'ja vendosh ti pikpyetjen. Ti nuk i do prindrit e mi më shumë se unë. Që ta dish ti se çka është më e mirë për prindrit e mi. Kështu që në momentin që kemi fëmijë, po bëhemi shumë shenjtor. Jo, atje jashtë po bëhem shenjtor. Nuk është aq e bukur. Cili po nisë për vetë. Për çata jashtë. Për çata jashtë të cilët munden më kujdes për prindrit e tyre dhe po heqin dorë mos më kujdes për prindrit e tyre. Është vendimi i tyre, edhe ti si askush gjykosh vendimin e dikujt. Që ky vendimi është vendimi i tyre, Paulin. Jemi të gjuta dhe fundit. Unë po kthem tek fjalia që tash, vendimin me braktis fëmijë, vendimin nuk me mundesh do të përjetoj,
vendimin për ato, të kujdeset me zonë për dikën tjetër. Moralizim qenka, Moralistik e moralizuar deri tash, nuk e di sa, thjesht se e di që vesat je jashtë edhe që krejt mendojnë ashtu si ti. Jo, nëse ti po flet çka po mendon, edhe unë flas çka po mendoj. Rita Beadini, mos hajde këtu më thonë mu, që Po me dëgjua avokatin dhe Adelinën për fund për komplet rreth temën, se ç'është doni me përmbyll një mendim shumë shkurt, se jemi në minutat e fundit të emisionit. Okej, kisha dashur ka aspekti ligjor, domethënë e kanë edhe obligim, secili fëmijë ka obligim më kujdesur për prind. Po mos ta lajnë me ardh ky aspekt e ligjor që prindrit në një kohë të ardhmet i padisin fëmijët e tyre për mos kujdes apo për mos mbajtje financiare. Andaj kisha dëshiruar që kjo ana morale të dominojë, që ata të kujdesen moralisht për prind pa ardhur ky aspekt i ligjor. Andaj ne historikisht i jemi mbajt, ka ana familjare i na mbajt mirë, kemi një kulturë të mirë, nuk duhet të insistojmë të marrim kultura evropiane apo kultura jo të mira në aspektin familjar, sepse ne si familje qëndrojmë shumë më mirë se sa evropian, sepse na kemi një kulturë të kujdeset, po ti s'kishe me thonë, po ashtu realiteti. Cila familje? Ajo që dhunon? Ajo nuk është sa e keni nivelin e dhunës në familje. Ato raste nuk përgjithësohen në raste të tjera. Nuk janë raste të izoluara. Nuk ban të përgjithësohen, se ky sistemi ju, që proklamimit i shteteve europiane, shikoj pleq në Evropë si jetojnë. Ata jetojnë pa pikë. Ata jetojnë pa pikë kënaqësie. Ata jetojnë me kafsh, dalin i shëtisin kafsh. Të na çka bojnë prindrit ose gjyshet i marrin fëmijët ose nipat e tyre, i dërgojnë e qerë dhe shkojnë i marrin, e kanë kënaqësinë maksimale se jo me marrë kafsh të rritën dhe të kujdesen për ta. Se po e bëni Evropën sikur është edhe në Evropë ndodhe e njëjta gjë. Prindrit shqiptar janë vetëm në shtëpitë e tyre, këtë ta dini. Shkoni në spital dhe e shihni, a ka kush të shkoj t'ju çoj një ushqim në ditë, jo diçka tjetër. E tham se aty kanë qenë 5 të shtrirë dhe kanë qenë 5 aty të kryt, duke u kujdesur për ta. Këtu do të thotë që familja shqiptare është kujdesur. Po ta tregoj unë nga eksperjenca personale Ne flisim, do të thonë për një përgjegjësi të madhe. Ka raste që janë të izoluara ose të veçanta që nuk përjashtohen. Por në përgjithësi familja shqiptare ka qenë në aspektin familjar shumë i rëndërtuar, duke u kujdesur. Ka qenë, është zbehur për shkak faktorit se familja shqiptare veç mbi dashurisë është ndërtuar, ndërsa çdo familje që është ndërtuar jashtë. Kjo është dashuri. Kujdesi për prind, kujdesi për gjyshet të dashuri. Është kujdesi, po nuk mjafton nëse Rita thot se këtyne prindë ju vjen vetëm kujdesi, sepse nuk është vetëm kujdesi, duhet marrën faktorë tjerë të rëndësishëm që është afërsia familjare, afërsia emocionale, kanë dashuri. Se ata unë kum di shumë, domethënë plesi, po kënaqem me fëmijët dhe nipat e ton. Se sa me fëmijë s'kina pas ku më kënaq, tash po kënaqem me nipat ton. Atë kënaqësi që e japin nipat e tyre në shtëpi, se ata i rritin, nuk ja jap kërkush në të qendra, edhe pse kanë një kujdes ndoshta maksimal. Unë proksa jam, në asnjë moment jam kundër. Po unë për çfarë thash në fillim se ti ke filluar të zbutesh, kështu që kur dolën për këtë emision, do vani në rregull. Unë mendoj që ju keni filluar të më kuptoni. Më në fund. Është e padiskutueshme që familja është vendi më i mirë për të gjithë neve. Në çfarë do moshe që mund të jemi, qoftë fëmijë, qoftë i rritur dhe qoftë i moshuar. Ngrohtësia që e fal familja nuk mund të ta zëvendësoj askush tjetër. Po në raste të tilla, në pamundësi të aspekteve të ndryshme, në aspektin fizik, nuk qëndrojnë fëmijët, nuk janë në Kosovë, jetojnë jashtë, për shkak që kanë kërkuar një jetë më të mirë dhe kanë nevojë për me ekzistu, me siguru ekzistencën për familjarët e tyre, për fëmijët e tyre, është detyruar të dalin jashtë në raste të tilla. Në raste edhe kur kemi edhe më ekstreme të aftësive mendore, të kufizimeve të ndryshme, qoftë fizike, qoftë intelektuale, atëherë do duhet dhe shoqëror që ekzistojnë institucione të tilla, siç është shtëpia të moshuarve pa përkujdesje familjar.
familjare, e në anën tjetër edhe shtëpit me bazë në komunitet. Këto duhet të qëndrojnë, duhet të ketë mekanizma dhe ka mekanizma të cilat i monitorojnë, i inspektojnë dhe shohin mbi gjitha të drejtat humane të tyre sa po respektohen. Dhe ne këtë e bëjmë. Po e them, nuk dua të krijoj këtu diçka sikur utopike, diçka që është ëndër, s'është realitet, po është diçka e prekshme, është diçka që bëhet, është e jetueshme. Të sërish juftoj të gjitha, të vimi ta shihni institucionin ton. A ka vend për përmirësim? Sigurisht që po. Ne kemi rifunksionalizuar dhe serën kur folëm për aktivitete të ndryshme. Adelina, falë se më ndërprej, nuk e di prej cilës parti je emëruar në Lëvizja për Bashkim. Okej, Lëvizja për Bashkim je emëruar në drejtorinë në komunën e Prishtinës, po jam sigurt se secila parti do të më qitë për kryetare, për kandidata për kryeministre. Kta kam sigurt. Faleminderit zona e vlerësoj, po ambicet tona sigurisht janë për me vazhdu në nivel lokal edhe një mandat, po vazhdojmë tutje, pa politikë sot. E kemi shumë të rëndësishme që shoqërinë tonë ta forcojmë, të vlerat e vërteta morale që i kemi pasur në vazhdimsi, ti mbajmë, ti kultivojmë dhe të mos heqim dorën nga ata që kanë dhënë gjithçka për neve. Kaq. Paulina? Edhe unë përpajtona me Adelinën për mos me zot, edhe për me përmbledh ato kryq ka dishta me thonë deri me qtash. Unë nuk jam këtu për me moralizu, ti e din që unë menoj qështu qësh unë deklarona në debat. Besoj fort që ja kemi me borgjë prindërve tonë, kujdesin, dashnin edhe respektin. Shëngër? E tha. Rita? Unë mendoj që askush mund t'i doj prindrit e mi më shumë se sa i dua unë, kështu që pik. Ana? Unë deshta me qanë fund pak me folë se ti ku folë pak me babën. Po bre, unë më cënova pak, ama unë jam rrit në një familje shumë të madhe, edhe për që ata mendoj që shto për familje, edhe për që ata jam shumë e lidhët me secilin, edhe kujtimet më të mira tjetës ta me të familjeris, i kam me gjyshin, edhe gjyshen, edhe me të dy gjyshrit, do me thonë, edhe ka babi edhe ka mami, e kur e kujtoj familjerin teme, që ato janë momentet më të bukura që jam shumë e lumtur që kena jetu që ashtu bashk, edhe menoj që secili fëmijë ka nevojë për gjyshër, ka nevojë për prindin me pas afër, edhe nëse e bën një fëmijë që thoshe ty fëmija është loks, bën një fëmijë. Hala vazhdoj me menu që mega loks, ta që këmbru mendimin. Po do me thonë, kur te bën fëmijën, mëse bë fëmijën me të arrit dikush tjetër, po bën e me rrit vetë, edhe ajo vlen. Kështu që është një farë luksi, sepse ti nëse si ki kushtet ma mirë mëse bën, se tani një me të arrit dikush tjetër. E kështu që mendoj që familja është shumë e rëndësishme, edhe nuk mendoj që duhet normal për ata që si kanë kushtet që ta dhe Rita, është normale me qu të shtëpia e pleqve, por kujdesuni për prindër se janë diçka jotë janë. Sigurisht. Avokat Adelina, ju falenderoj shumë që keni qenë sonte pjesë e emisionit Zonat, ishte kënaqësi me bë debat, me diskutu këtë temë kaq të rëndësishme, të cilën sigurisht që kemi nevojë me hap edhe me folë sidomos për institucionin, ndoshta me kërku që ta bëjnë më të mirën e mundshme. Paulina, Shëngyll, Rita dhe Ana, faleminderit shumë. Atë që e mbjell atë dhe e korë, nëse fëmijët i rritni me dashuri, do të merrni dashuri. E rëndësishme është që ta duani njëri tjetrin. Pak është rëndësishme se si ku dhe do të jetojmë. Ajo çka është, them unë, është që të bëni të fortë të gjithë fëmijët tuaj, që pastaj të jeni dhe ju më të fortë. Shumë kam pyet se çka mendojnë prindrit e mi për mua, se sillet familja ime. E unë po them tani, i falenderoj shumë prindrit e mi që e kanë kriju një karakter, një vajzë kështu, si që jam unë, sepse mendoj që po i ndjek ëndrat e mia, po i realizoj të gjitha ato që i kom dashur dhe po bëj ndoshta edhe diçka të mirë. E njëjta vlen edhe për prindrit e mi, që unë jam shumë krenare për ta. Ata thonë se janë krenarë për mua, e unë jam shumë krenare për ta. Ne do të shihemi javën tjetër me një temë komplet tjetër. Faleminderit shumë, natën e mirë.